se ke pa bëjnë njerëzit të dyre. Po. Pyetje më ka bërë kështu, gjyshi im do 50 vjet që ka ndruje, babai po më thotë që me këtë rast të presim një kurban dhe ta shpërndajmë në farefis për shpirt të gjyshi. Sa pas ka në fenë islami këtë gjë? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kjo pyetje ka të bëjë thot me atë se a përfiton i vdekuri me veprimet e të gjallit. A përfiton prindi nga veprimet e fëmijës së tij. E Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ka thënë një hadith të vërtet, ka thënë idha mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Illa min thalath. Ilmun yuntafa'u bihi aw sadaqatin jariyah aw waladin salihin yad'u lahu. Thënë kur vdek njeriu, thot i mbarojnë punët e mira. Përveç për 3 gjëra. Nga dituria nga cila përfiton njerëzit, apo nga një sadaka rrjedhëse, apo një fëmijë i mirë që bën dua për ta. Një fëmijë i mirë që bën dua për ta. Fëmia i mirë që bën dua për prindin është dhurata më e mirë për prindin. Dhurata më e mirë për prindin pas vdekjes së tij. Edhe rruga profetike e veprimit të fëmijës me babain e tij ose me gjyshin e tij pas vdekjes së tij është të bëj dua për ta. Të bëj dua për ta. Kjo është ajo që përfiton babai pa kur far dyshimi. Po ashtu babai e nana përfitojnë nga veprimet e mira të fëmijës. Nga veprimet e mira të fëmijës. Nga se fëmija është min kasbil al-walid, është fitim, sikurse kur shkon me shi diçka, edhe fiton diçka, do thonë e blen një shalçi, e blen një kuintal shalçi për 1.000 euro, e shet 1.100 euro, ai fitimi 100 euro plus që është, ashtu është fitimi, është në mënyrë do të prindi fiton nga fëmija e tij çdo veprim që bën fëmija e tij. Prandaj kur fëmija falet, agjeron, bën punë të mira, të gjitha këto i shkojnë prindet, edhe nëse fëmija nuk e bën qëllim hiç, nuk e bën jetën për shkuarin e këtyre veprave te prindi i tij. Për shkuarin e këtyre veprave te prindi i tij. Edhe plus fëmijët dhe prindët do të jenë me një pozitë në xhennet nëse janë prej banorëve të xhennetit. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Edhe ata të cilët kanë besuar dhe janë pasuar me pasardhët e tij në iman, në besim, i kemi bërë bashkë ata me pasardhësit e tyre. Nëse prindrit kanë qenë të mirë, edhe pasardhësit kanë qenë besimtar, ata do të jenë në njëjtën pozitë në xhennet me prindët e tyre. Cili nga ata, prindi apo fëmia të ketë pozitën më të lartë, në atë pozitë do të jenë të dytë, edhe prindët dhe fëmijët. Kjo është nga mirësia e Allahut subhanahu wa taala që e bën për familjen. Sa njeriu do të ketë kujdes dhe të jep shumë rëndësi fëmijëve dhe familjes. Të jetë rëndësi shumë nga se pasardhësit e mirë janë vetëm dobi për njeriu. Prandaj muslimani duhet me pas sa më shumë pasardhës me lejet e Allahut. Do të mundu besimtari të ketë sa më shumë fëmijë. Nga se fëmijët e mirë, sa më të shumë të jenë, shpërblimin do ta ketë prindi për çdo vepër që ata e bëjnë, për çdo vepër që fëmijët e bëjnë. Baba e nana do kenë shpërblimin e gjithë fëmijëve të tyre për çdo gjë që e bëjnë fëmijët. Nëse bëjnë fëmijët këqija, nëse ti nuk e qenë shkaktari të këqijave të fëmijëve tuti, do të kesh fare përgjegjësi për ta. Mirë, po për të mirat, për çdo të mirë që e bëjnë fëmijët, do të kesh problem tani. Tani, a është prej formave të mirësisë ndaj prindit të therrët kurban për prindin? Nuk është prej formave. S'ka ardhur diçka prej selefit për këtë veprim. Mirë po, disa kanë thënë që sadakaja që fëmia jep për prindin e tij shkon me lejet e Allahut. Sadaka, nëse ai e prind si sadaka dhe shpërndan atë mirë si sadaka, inshallah i shkon. Mirë po, më mirë është bëj dua për ta. Më mirë është që ky fëmijë të bëhet musliman i mirë. Të bëhet musliman i mirë, praktikues i mirë i Islamit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe padyshim se gjitha veprat e tij do t'i shkojnë edhe prindët e tij. Allahu di më së miri.